nga pse Mali i Zi e ka marrë me vrap për të hyrë në Bashkimin Evropian, edhe Shqipëria vazhdon akoma ikën mrapa, me sjet, me besë, me kode bese, me budalliqet e Edi Ramës. Hajde çik më këtej. Një nga plazhet më të bukura të Malit të Zi, pjesa në të djathtën time, kjo këtu, deri te ato çadrat që janë si me ngjyrë gri dhe të bardhë, është plazh i gjithi publik. Pastërtia kristal. Merr çadrën, e ngul aty, ulesh, edhe bo plazh gjithë ditën sa të dush, sa të doj qefi. Bez dis njëri fare. I ndan vetëm ky muri që i lidh me Shën Stefanin. Pjesa këtu, kape çik pjesën aty. Pjesa aty që shifet këtu është, siç e shihni, ka shumë pak njerëz. E ka 200 euro shezlloni. Pra këtej për publikun, për shtresat ndryshme të publikut, këtej është për pasanikët. Këtu mrapa pastaj është për super pasanikët. Sveti Stefani ose Shën Stefani që i thon këta. Është një nga perlat më të bukura të Malit të Zi. Krahu këtej, afroj qik, krahu këtej tani atje është Budva. Ajo është qyteti Budvës. Qyteti Budvës nuk është më i vjetër se Durrësi, por ka një old town spektakolar. Pra old towni hajde këtej, hajde. Old towni i Budvës, se na bëjnë zhurmë fëmijët na të shmet. Se e mora vetë këtë tani se s'lejnë fëmijët. Pra siç e thash, old towni në Durrës, pra qyteti i vjetër, nuk ekziston, nuk ka qytet vjetër Durrësi. E ka shkatruar Edi Rama me shokët e vet, me gjushin e me këtë si e ka kjo sako tani. Ndërsa Mali i Zi, Budva, është super qytet. Përveç Budvës, ka Kotorrin, një qytet spektakolar. Ka një tjetër që është këtu më mëton kësaj, nga krahu i Shqipërisë, quhet Petrovaci, super qytet edhe ai. Ka edhe qytetin e Ulqinit, shqiptarëve. Ai dallon fakt pak që po qeveriset nga shqiptarët, se kanë filluar me ca ndërtesa të larta e me ca kështu, po gjithsesi prap është super qytet krahasu me gjithë qytetet e Shqipërisë. Mali i Zi është gjithsej 624.000 banorë më duket. Ka rreth 3 milion turista në vit. Nuk regjistrojnë turist këta çdo njeri që futet në dogan, siç i regjistron Shqipëria, që e bën fluksin më të madh, rekordin e pati në 2025-ën, që i numëronte Taulanti me Mirela Kumbaro, edhe vajti sa vajti atëherë, vajti 12 milion. Por ka një gjë të veçantë. Mali i Zi i mat turistët ashtu siç i mat gjithë bota me net qëndrime. Pra i hyn 3 milion turista në vit, afërsisht ose më shumë, diçka kështu, dhe e ka 15.4 milion net qëndrimet. Pra net qëndrimet e turistëve në Mal Zi janë 15.4 milion. Në Shqipëri, në 2025-ën, kanë hyrë gjithë ata turistë, hyn 12 milion që i regjistruan këta të gjithë me shqiptarë që vijnë ka familjet e veta me gjithë, edhe prap net qëndrimet atë vit kanë qenë u bën 10 milion. Vitet e tjera sigurisht nuk është e tillë. Cilësinë e ujrave, siç e pat këtu, po shumica shqiptarëve kanë ardhur këtu dhe e kanë pa vetë, cilësia e ujrave nuk ka të krahasuar me plazhet e Shqipërisë. Vetëm këtë vit nuk ka ardhur gushti akoma, ai kulmi i sezonit turistik, jo po s'ka Vlora Drita, jo po s'ka Borshi, s'ka Borshi, s'ka, ku di unë, s'ka Saranda, fryj, shi, erë, rrëzon pemë dhe ne bëhet nëmi, kurse këtu çdo gjë funksionon në mënyrë perfekte, sepse këta nuk hecin me besë.
Të jap besën unë juve tani, që nuk do vjedh më. Të jap besën juve unë se vjedhin ato, administrata ime. Nuk ka besë këtu. Besa është letra, është dokumenti, janë strategjit për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm, si që bëjnë këta zotnitja. Ua tregova këtë në fillim. Shife, 200 euro këtu, mrapa. I ndanë vetëm ky muri, krahu tjetër, merre çadrën edhe ulu. Nuk ka asnjë ndryshim. Thjesht për siç klasifikohen për të ndarë klasat e njerëzve, ndahen. Ai që ka lek më shumë do me nejt vetëm, vjen rri vetëm këtu. Ai që s'ka lek shumë, vjen shijon të njëjtin ujë, njëjtin diell, njëjtin rregull, njëjtën pastërti. Pra në standard nuk ndryshon asnjë gjë. Ata që rrinë mrapa aty pastaj, vjen vetëm ca shqiptarë ndonjëherë aty që luajnë Vixhos. Shqiptarët njohur. Aty pastaj është histori tjetër, sepse aty janë pasanikët. Ndoshta kështu do bëhet. Tu nuk futesh dot, futesh vetëm me prenotim. Ndoshta këtu kështu do të bëjnë Zvërnecin edhe Sazani. Sepse në Shqipëri mjafton ta shese Edi Rama, t'ja jap Trumpit e kujtun t'ja jap Dreqit me të birit kujt pasurinë e shqiptarëve, edhe pjesën tjetër e le hale, nuk pyet. Krijoni kartolina atje, krijoni fotografi të bukur, edhe se qa heqin shqiptarët nga krahu tjetër, s'kan ujë, s'kan drita, s'kan infrastrukturë, nuk kanë rrugë. Pra kjo është diferenca e madhe mes një vendi që do me bëhet turizëm, do me zhvillu turizëm, i vinë turistët këtu, i vinë 3 milion, edhe i kanë net qëndrimet 15 milion. Ndërkohë në Shqipëri, vitin më spektakolar që numëron me zoqe, me pula, me qa hyrën në përkufi këta, erdhën 12 milion, me zi janë bo 10 milion net qëndrime, sepse nuk qëndrojnë, dhe pjesa më e madhe atyre të regjistruarve janë emigrantët tonë që vinë për pushimet e familjet e tyre. Pra nuk janë turist, manipulojnë edhe shifrat. Kjo është historia e zhvillimit një vendi me historinë e një mafje që ka kap shtetin, siç është Shqipëria, dhe mashtron njerëzit, siç bëri dhe dje Edi Rama me atë nxirrte do u jap besën unë. Se çfarë do të thotë ajo do u jap besën, sigurimin mes jetë. Mes jetë besa është llafi, t'jap llafin unë, ta jap llafin se ma llafin. Ai s'ka majt asnjë premtim, ka thonë historia me ujë 24 orë do marr fund, ka pas thonë, apo jo. Gjithë e dinin 2013 nuk ka më thas merrmi me jo po ka ujë, jo po s'ka ujë. Shqipëria s'ka ujë. Ka pas thënë që çmimet e shportës, ushqimeve do jenë më të lirat në historinë e Shqipërisë. Sot i dini se si i keni çmimet e ushqimeve, vezën, gjalpin, gjatin, ka shku gjati 15.000 lek kila nga 6.000 lek që ka qenë. E mishi nga 6.500, 7.000 lek ka shku edhe ai 15.000 lek. E veza ka shku 500 lek. Ja kjo është diferenca. Mirë po, fatmirësisht janë ngritë shqiptarët tani e kanë kuptu që ky horr nuk ka nërmen me zhvillu vendin, ka nërmen vetëm me rrjet, me vjet, shifeni mrapa me jeshin. Tu rrin këta me 200 euro. Tu është për pasanikët, për miliarderët, se jepu i kanë edhe ato jahtet e çaj kanë ato. Edhe këtu rrin populli. Tani kuicin e kam për në fund. Ku kam nejtë unë? Kam nejtë këtej, apo kam nejtë këtej? Kjo është kuic, pastaj ta gjini vetë. Nga Shën Stefani.